Përshëndetje të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin. Le të vazhdojmë me misteret. Misteri i martesës. Martesa si mister është vepër e shenjtë. Mbështetet në lidhje natyrale që krijon bashkëpëlqimi reciprok i atyre, do me thënë burr dhe grua, të cilët shkojnë për bashkim me martesë. Kjo lidhje natyrale shndërrohet në lidhje pneumatike dhe të shenjtë, kur shenjtarohet dhe lartësohet në nivelin dhe vlerën e misterit me hierologjinë dhe uratat e kishës. Lidhja natyrale, bashkimi natyral i burrit me gruan, edhe ky është nga Zoti që të shtohet dhe të rritet lloj njerëzor. Si thot edhe një nga uratat e martesës, dëshira jote është Zoti im, bashkëjetesa e ligjshme dhe lindja e fëmijëve që rrjedh nga kjo martesë. Por këtë e perceptoi direkt që në fillim dhe njeriu i parë, Adami, kur pa gruan e parë, Evën, e cila ishte krijuar madje nga brinja e Adamit, nga vetë Perëndia. Atëhere, i ndriçuar nga fryma e Perëndisë, Adami tha: "Kjo është kockë nga kockat e mia dhe mish nga mishi im. Grua do të quhet kjo, sepse përbërja e saj u mor nga burri. Për këtë arsye, burri do të braktisë babain dhe nënën e tij për të bashkuar me gruan dhe të bëhen një njeri, një trup." Dhe sigurisht që i pari, Zoti e bashkoi çiftin e parë dhe në një farë mënyre Zoti e kriju martesën e tyre brenda në parajs, me uratën që u dha që të dyve, burrit dhe gruas, të bëni shumë fëmijë që të shtoheni dhe të shumoheni, të mbushni tokën dhe të sundoni mbi të. Rekomandimi i misterit. Martesën si mister e pohoi shpëtimtari ynë Krishti në dhjatën e re dhe me pjesëmarrjen e tij në dasmën në Kana, dhe me gjithë çfarë i tha farisejve, të cilët mundoheshin të ngasmonin për pasgjithshmërinë e martesës. Atëhere ju tha: "A nuk e keni lexuar në librin e Gjenezës që Perëndia, që i krijoi të gjitha, bëri që në fillim çiftin e parë të përbërë nga një burr dhe një grua?" Dhe atëherë Adami, i frymëzuar nga Perëndia, tha: "Për këtë njeriu do të braktisë prindërit e tij", ato që përmenden më lart. Dhe shtoi Krishti duke thënë farisejve: "Si pasojë, ata që bashkohen me martesë, tashmë nuk janë dy, siç ishin më parë, por një trup. Pra, ata që Perëndia i bashkoi dhe i bëri një trup, le të mos i ndajë njeriu." Dhe sigurisht, në mënyrën kategorike, në dhjatën e re, martesa quhet mister, kur parafrazohet nga apostulli Pavlo me bashkimin mistik të dhëndrit Krisht me nusen kish. Për të demonstruar dashurinë që duhet të ketë burri për gruan e tij, dhe shton: "Ky mister i madh i referohet bashkimit frymor të Krishtit me kishën, që do me thënë çfarë tha Perëndia në fillim të krijimit për burrin dhe gruan, në të njëjtën mënyrë u plotësua dhe u realizua me bashkimin mistik të Krishtit me kishën. Do me thënë, imazhi dhe shëmbëlltyra e bashkimit mistik të Krishtit me kishën ishte bashkimi i përsosur i burrit me gruan në fillim të krijimit, me lidhje të shenjtë, ajo ashtu si dhe kjo me kuptimin misterioz. Prap do me thënë tregon shenjtëri misterioze në martesë apostulli Pavlo, me krahasimin që bën, por edhe trashëgimia hieratike gjithmonë e ka pranuar dhe e ka kryer si mister martesën,
bashkëjetesën e burrit me gruan. Thot në Eksaimero Shën Vasili i Madh, lidhja e natyrës bëhet peshorja e bekimit. Dhe Shën Fotjo i Madh thot, ceremonia kishtare e misterit e bën bashkëjetesën të quhet martesë dhe jo rëndësia e miqësisë. Martesa është lidhje e përjetshme, ka të pasgjidhshmen, veç në rast se ndodh mëkatimi i tmerrshëm i tradhtisë bashkëshortore, mihia, të cilën Krishti dhe Kisha e njohin si të vetmen arsye për zgjidhje, për divorc. Por unë po ju them, ai që do të ndaj gruan e tij pa qenë shkak tradhtia bashkëshortore, atëhere ai është shkaktar që gruaja e tij të bëhet kuror shkelse nëse shkon me tjetrin. Dhe këtu kemi ndryshim në çështjen e martesës me papikët, sepse këta, edhe po të ndodh mihia, domethënë shkelja e kurorës, nuk japin zgjidhjen, domethënë divorcin, siç jep lejen Krishti, por kufizojnë ndarje të përjetshme nga shtrati dhe tavolina. Pra, martesa është e pasgjidhshme me përjashtim të shkakut të shkeljes së kurorës. Martesa përbën bashkimin e burrit dhe të gruas si bashkëshort për gjithë jetën, dhe bashkimi që mbështetet edhe në të drejtën hynore, edhe në të drejtën njerëzore, siç thot ligjmësuesi Romak Modestino, me qëllimin e lartë të bashkëplotësimit çiftëror dhe fëmijëlindjes për përjetësimin e llojit njerëzor. Pikat e dukshme të misterit të martesës janë pëlqimi reciprok i burrit dhe i gruas dhe bashkëvendimi për të shkuar në martesë. Është gjithashtu ceremonia e kishës me kurorat me të cilat i kurorzon dhe me uratat dhe bekimet e saj. Elementi pa dukshëm është hiri hynor i cili shenjtëron, forcon dhe ngushton lidhje natyrale të martesës. Është e panevojshme të shtojmë që martesa nuk mund të bëhet nëse ka pengesa fisnore të një gjaku dhe pa lejen e episkopit, domethënë të despotit, siç thot dhe Shën Polikarpi. E ashtu quajtura martesë me celibrim në bashki apo gjendje civile është e huaj dhe e panjohur për Kishën, domethënë Zoti nuk e njeh për mister. Si dhe martesa pas hierotonisë është e ndaluar, domethënë pasi është bërë diakon ose prift. Ortodoksët, nëse duan të jenë pjesëtar besnik dhe të gjallë të kishës së tyre, kanë detyrim të shenjtë të ruajnë në mënyrë të pashmangshme ato që urdhëron Kisha. Misteri i Eftjelit. Misteri i Eftjelit ose bekimi i vajit është mister i fundit dhe është i Zot rekomanduar, për të cilin në shkrimin e shenjtë ka porosi të qartë nga apostulli i shenjtë Jakovi vëllazoti që të kryhet. Ka dëshmi edhe në trashëgimin hieratike, që gjithmonë kryhej si misteri kishës. Porosia dhe rekomandimi i vëllazotit është ndonjëri për jush i smur, le të ftoj prezbiterët, priftërinjt, domethënë. Dhe ata le të luten mbi të dhe njëkohësisht ta lyen atë me vaj, duke u lutur në emër të Krishtit. Dhe kjo lutje e bërë me besim do ta shpëtojë të smurin nga smundja e tij trupore. Krishti do ta bëjë mirë dhe do ta ngrejë nga krevati i lëngimit. Dhe nëse i smuri ka kryer mëkate që ja shkaktuan atë smundje, Krishti do t'ja falë mëkatet. Nga trashëgimia eratike kemi dëshmi të Origenit, 185-254 pas Krishtit, dhe të Shën Joan Gojartit, të cilët përmendin
që në këtë mister bëhe edhe përdorimi i vajit të shenjtë, siç bëhet krezmimi mbi të smurët, madje kryhej i kombinuar me pendimin dhe rrëfimin. Nga këto duket dhe se kush është qëllimi i shenjtë i këtij misteri. E para, shërimi i truporit të smurit. Kjo lutje që bëhet me besim do ta shërojë të smurin nga sëmundja e tij trupore. Krishti do ta bëjë mirë dhe do ta ngrej nga krevati i lëngimit. E dyta, falja e mëkateve të tij. Sigurisht pasi të bëhet rrëfimi bashkë me evkelin. Është i domosdoshëm rrëfimi të smurit edhe këtu, madje edhe i të gjithë pjesëtarëve të familjes, të cilët kanë kërkuar kryerjen e misterit të evkelit për shërimin e njeriut të tyre, sepse ka mundësi që i smuri të ketë rënë në mëkate më parë dhe këto mëkate të qëndrojnë shkak i sëmundjes së tij. Duhet pra të largohet shkaku i sëmundjes që nëpërmjet hirit të evkelit të hyjë shërimi i sëmundjes. Por është i nevojshëm edhe rrëfimi i familjarëve dhe i fisit të smurit, sepse duhet edhe ata që kërkojnë shërimin e të smurit të tyre të jenë të penduar dhe të rrëfyer. Atëhere zëvon fjala e apostullit që thotë: dhe nëse i smuri ka kryer mëkate të cilat shkaktuan sëmundjen e tij, Krishti do t'ia falë mëkatet atij. Një nga uratat e misterit të evkelit thotë: atë i shenjtë, shërues i shpirtrave dhe i trupave. Ti që e dërgove birin tënd të vetëmblindurin, Zotin ton Jezu Krishtin, që të shëroj çdo sëmundje dhe të na shlyej nga vdekja, shëroje edhe shërbëtorin tënd, këtë nga sëmundja trupore dhe shpirtërore që po e sundon, dhe gjallëroje atë me hirin e Krishtit tënd. Në misterin e evkelit, elementet e dukshme janë vaji, urata e kishës dhe përdorimi i vajit të shenjtë në formë kryqi mbi të sëmurin. Elementi pa dukshëm është hiri pa dukshëm hynor, i cili edhe e shëron të sëmurin nëse është dëshira e Perëndis, edhe i jep faljen e mëkateve me supozimin që përmendëm të pendimit dhe të rrëfimit. Për këtë deklarat flet edhe dëshmia ortodokse e Mogilës, që shërimi i trupit mund të mos vijë gjithmonë, por falja e mëkateve të shpirtit e ndjek gjithmonë atë që pendohet. Pa pikët, misterin e evkelit e bëjnë vetëm tek ata që janë të smur rënd ose buz vdekjes. Ne ortodoksët e bëjmë gjithnjë edhe në raste të lehta të sëmundjeve. Madje të mërkurën e madhe pas dite bëhet për të gjithë besimtarët, të sëmur dhe të shëndetshëm. Të gjithë krezmohen me vajin e shenjtë nga prifti për shërim të shpirtit dhe të trupit. Por edhe atëhere, sipas dëshirës, kryhet misteri dhe jo i detyrueshëm. Domethënë, merr pjesë kush ka nevojë ose kush ka dëshirë. Por mirë është që të gjithë të marrin pjesë dhe të krezmohemi me vajin e shenjtë, sepse është misteri i kishës tonë të shenjtë dhe gjithmonë vetëm dobi sjell krishterit. Veçanërisht, misterin e evkelit e kryem për ata që vuajnë dhe përballen me vdekjen, që të fuqizohet shpirti i tij në betejën e fundit kundër vdekjes. Kaq për sot, të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin. Ju uroj një vazhdim të këndshëm dhe miru dëgjofshim në audiot e ardhshme.